tani do të jemi në lidhje direkte me Anila Kalleshin, dietologe. Anila, përshëndetje. Përshëndetje. Falenderoj shumë që pranove të jesh në një lidhje direkte në emisionin Vibe. Faleminderit shumë, është kënaqësi. Atëherë pyetja e parë që dua ta nisi është për Ozempikun dhe Monturan. Po shihen si rrugë e shkurtër për dobësim. Apo kthej dobësimin në një modë më të rrezikshme se vetë obeziteti? Natyrisht, mënyrat për të dobësuar janë të pafundme. Shkenca ka evoluar, ka nxjerrë pse jo edhe këto të cilat janë të, le të themi, të njohura, si medikamentet të cilat ndihmojnë në dobësimin e njerëzve. Por unë mendoj që njerëzit duhet të jenë më të ndërgjegjësuar, që të fillojnë të krijojnë një stil jetese të shëndetshëm, përballë këtyre ndoshta le të themi metodave që janë, pse jo, edhe me efekte anësore tek shumë persona. Ku mbaron trajtimi mjekësor dhe kur fillon abuzimi estetik me këto injeksione? Trajtimi mjekësor natyrisht atëherë, këto ilaçe kanë dalë kryesisht për të trajtuar personat të cilët vuajnë nga diabeti, janë insulinorezistencë, kanë një obezitet të theksuar, kanë provuar mënyra të ndryshme dhe kanë dështuar. Dhe është mjeku endokrinolog ai i cili përcakton eksaktësisht nëse personi ka nevojë vërtet për të nënshtruar një terapi të tillë apo jo. Dhe deri këtu, nëse monitorohemi nga një endokrinolog, pra është mjeku ai i cili na ka përcaktuar dozën e caktuar, periudhën, sa kohë duhet të përdorur kjo gjë, ne jemi të mbrojtur, le të themi, në një farë mënyre shkencërisht. Ndërsa ne dimë që shumë persona këtë po e marrin, po e blejnë në farmaci vetë, e bëjnë vetë, pa u ndjekur nga asnjë endokrinolog, pa kontrolluar asnjë analizë laboratorike dhe këtu çdon problemi i këtyre medikamenteve, të cilat natyrisht edhe një suplement pa dieninë e një dietologu, një nutricionisti, mjeku që ju ndjek, analizave që keni bërë, nuk mund të merret si shtesë. Kështu që natyrisht një le të themi një injeksion i tillë do të ishte i dëmshëm dhe unë njoh mjaft persona të cilët kanë pasur çedim të gjendrës tiroide, i ka dalë jashtë funksionit, dikush mund të jetë pasur pankreatit akut apo probleme të tjera, gjithmonë kur bëhet pa kontrollin mjekësor. Apo i përdorin njerëzit këto për shëndet apo thjesht për të hyrë më shpejt në një fustan dhe të përgatiten për plazh? Zakonisht femrat janë ato që kanë një marrëdhënie me pasqyrën e kanë ngushtësisht të lidhur. Dhe në rastin kur kemi një dasëm, kemi ca pushime, do dalim diku që do ekspozohet trupi ynë, le të themi, aty fillojmë të mendojmë për kilogramet e trupit, nëse janë të tepërta apo jo, ose nëse duam të japim një definicion, le të themi, organizmit e trupit. Por tek meshkujt është pak më ndryshe. Tek meshkujt në rast se i përballje me një sëmundje, një patologji, pra një hipertension, një le të themi një problematik, një marrje mendsh, një diçka që e ka çuar drejt mjekut, dhe nëse mjeku i thotë që prit se ju jeni mbi peshë, duhet të humbisni peshë, atëherë ata fillojnë të ndërgjegjësohen dhe fillojnë të humbasin peshë. Pra, në krahasim, nëse meshkujt marrin një mendim ose një vendim për të rënë në peshë në momentin që përballen me një patologji, femrat janë ato që përballen me pasqyrën dhe ose ka një event, ose ai fustani i famshëm që nuk i bjen ndoshta, kërkojnë që të humbasin peshë. Dhe çfarë i bën duke portuar ndoshta për të qenë në një stil jetese të shëndetshëm, zgjedhin gjërat të shpejta, ato që të ofrojnë humbje peshë të shpejtë. Në fakt unë doja të di se çfarë ndodh me trupin tonë nëse humbet peshë për pak javë. Tani varet se me çfarë e ke humbur këtë peshë. Nëse ti mban një regjim ushqimor të mërshëm, le të themi, dhe nuk bën aktivitet fizik, pra ti qëndron me një kokër moll edhe me një gotë qumësh, natyrisht ti ke marrë shumë pak kalori, ke krijuar deficienca të vitaminave dhe mineraleve, elektrolitave të ndryshme dhe organizmi ke vënë një stres të jashtëzakonshëm, le të themi. Kështu që kjo nuk është e shëndetshme dhe natyrisht kjo humbje peshe nuk është as pak e shëndetshme. Diku 4-5 kg në muaj do të ishte e shëndetshme nëse ti mban një regjim ushqimor dhe nuk bën asgjë tjetër për të humbur peshë. Kjo le të themi dhe gjithmonë edhe kjo duhet jemi të kujdesshëm, se nëse ti konsumon ato kalori që janë për të konsumuar, ti konsumon një ushqim të pashëndetshëm, përsëri nuk e bër një zgjidhje ideale për humbjen e peshës.
Cili është gabimi më i madh që bëjnë njerëzit kur marrin Ozempic ose Manduran pa kontroll të rregullt mjekësor? Të them të drejtën, për këtë pyetje në fakt shumë për Ozempicun e Manxararin do të ishte më mirë të pyesni një endokrinolog sepse ata janë ato që i çojnë njerëzit drejt blerjes së këtyre produkteve. Unë personalisht nuk kam këshilluar asnjëherë që ti marri këto. E thash vetëm në rastet kur vërtet është shumë e nevojshme dhe personi ka një mbipeshë të theksuar, ka një obezitet të gradës 3 le themi, dhe përveç kësaj ka dhe patologji të ndryshme, si sëmundje kardiake, diabet, hipertension, insulinorezistencë, bluzore policistike. Në këta persona duhet jemi shumë të monitoruar me analizat laboratorike për të parë nëse kemi ndonjë problem të mënçisë apo të një disfunksion ndoshta jo të shëndetshëm të mirë të veshkave dhe pastaj të marrim vendimin në me okejin e endokrinologut për të vazhduar apo jo. Por të jeni të sigurt në diçka. Të gjithë ato që marrin këto gjitpëra, nëse do ushqehen me të njëjtin mënyrë apo ritëm që janë ushqyer përpara, përsëri nuk do mbasin pesh. Ose mund të kenë një rënje 4-5 kg në muajin e parë dhe pastaj do stopojnë sepse nuk arrin të mbasin peshën atë çfarë ata kërkojnë. Në fakt unë doja të di se a ka raste kur duhen ndaluar menjëherë këto barna dhe cilat janë shenjat alarmante që nuk duhen injoruar. Atëherë thash dhe më përpara, është shumë rëndësishme në rastin kur ti vendos që të trajtohesh me ilaçe të tilla, është shumë rëndësishme të marrësh një vlerësim mjekësor, por gjithashtu edhe analiza laboratorike të detajuara, të cilat tregojnë që gjendja jote aktuale mund të përballojë një trajtim të tillë. Dhe në rastin kur natyrisht është e monitoruar nga një mjek endokrinolog, por dhe analizat laboratorike tregojnë që gjithçka po funksionon shumë mirë, ne jemi okay. Por në rastin kur ne kemi një dalje të funksionit të tiroides jashtë funksionit, por gjithashtu mund kemi një pankreatit akut, mund kemi një le të themi të vjedha, gjendje të fikti, dopsi muskulare, sepse studimet po tregojnë që në përdorimin e Ozempicut sjell humbje të masës muskulare shumë, por gjithashtu edhe humbje të dëndësisë toksore. Kjo ndodh për arsye sepse njerëzit që trajtohen për një kohë të gjatë me këto medikament, ndoshta duke mos u ushqyer ashtu siç duhet, mund të krijojnë ndoshta deficiencat e caktuara, të cilat humbasin kryesisht masë muskulare, por gjithashtu edhe dëndësi toksore. Nëse një person dobësohet me injeksione, por nuk e ndryshon stilin e jetesës, çfarë ndodh pasi i ndërpret? Personi mundet edhe që të mos ndryshojë fare në peshë nëse vazhdon me të njëjtin ritëm. Natyrisht në rastin kur ne fillojmë të marrim këto medikamente, është shumë e rëndësishme një regjim ushqimor i shëndetshëm, i cili do të fokusohej kryesisht në konsumimin e proteinave, që janë shumë të rëndësishme për të mos humbur masë muskulare, por gjatë gjithë kësaj periudhe të trajtimit me këto medikament është shumë e rëndësishme edhe stili i jetesës. Aktiviteti fizik, patjetër që do të ishte një ndihmës shumë e mirë për të mbajtur konstante masën muskulare të personit, por gjithashtu edhe për të ruajtur shëndetin tonë. Aktiviteti fizik, sasia e lëngjeve të konsumuara do të ishte përsëri një zgjidhje shumë e mirë, pa haruar gjumin dhe menaxhimin e stresit, të cilat janë një ndër faktorët kryesorë të një stili jetese të shëndetshëm. A është e vërtetë që shumë persona marrin përsëri kilogram sapo të ndalojnë trajtimin? Efekti jo i dietave patjetër që njihet, si në rastin kur ti mbaj një regjim ushqimor ose një dietë të mërshme, por edhe në rastin e marrjes së këtyre medikamenteve. Por edhe në rastin e ndërhyrjes kirurgjikale, ndoshta të zombimit të stomakut apo çfarë do lloj gjëje, nëse ti i kthehesh stilit të vjetër të jetesës, pra të ngron duke konsumuar ushqim të bollshëm, të pakontrolluar cilësisht dhe sasia e tij, patjetër që stili i peshës do të jetë shumë shpejt prezent. Apo krijojmë një brez që nuk don më dietë, aktivitet fizik apo disiplinë, por vetëm kërkon gjilpërën magjike? Jo, unë mendoj kjo është individuale, ka mjaft njerëz të cilët janë të ndërgjegjësuar dhe bëjnë shumë aktivitet fizik, ushqim shëndetshëm, madje kërkojnë dhe gjërmojnë që të gjejnë ushqime sa më të paprocessuara, sa më të papërpunuara, sa më afër realitetit. Por natyrisht ka edhe nga ato të cilët ndoshta për pamundësia financiare ose pamundësia kohore i shtyn të ushqejnë me ushqime të shpejta. Ka edhe nga ato të cilët janë koshient për gabimet që bëjnë dhe mund të konsumojnë
pije energjike, lëngje me gaz, me ngjyrosës, aromatizues, sheqer pafund. Kjo mund të jetë si arsye ndoshta e një patologji që mund të ketë, një vezore policistike ose një insulinorezistencë. Natyrisht ta persona i kategorizon ose i çon drejt një ushqyerje e cila është e pasur në karbohidrate, jo më kot piramida e re ushqimore që u miratua nga qeveria e Trump kohët e fundit, ishte një përmbysje shumë e qartë e konsumimit të karbohidrateve. Pra konsumimi i karbohidrateve duhet të zhvilluar në mënyrë të theksuar dhe dhënia prioritet proteinave së bashku me perimet të cilat janë ushqime të shëndetshme për organizmin. Cilat janë rreziqet më të mëdha për vajzat e reja që nuk janë obeze, por përdorin medikamente vetëm për të rënë 5 deri në 6 kg? Çdo kush është unik dhe natyrisht mënyra e reagimit të çdo personi ndryshon nga një person tjetër, por në varësi të patologjive dhe problemeve që mund të ketë një person i cili ka prezencë të inflamacionit në organizëm, prezencë të sëmundjeve kronike, prezencë mund të jetë prediabetik, mund të jetë diabetik, mund të ketë probleme me kolesterolin, me sëmundjet kardiake. Këta persone janë më të, le të themi, e kanë më të dukshme problematikën që i shfaqet në momentin kur humbasin peshë në mënyrë jo shumë të shëndetshme. Sa i rrezikshëm është kombinimi i këtyre barnave me dieta ekstreme, do me thënë agjerime të gjata, palestra intensive, apo dhe suplemente dopami? Në rastin kur dikush merr të humbas peshën në një mënyrë shumë të shpejtë brenda një kohe shumë të shkurtër dhe natyrisht bën gjëra ekstreme, le të themi, në të njëjtën kohë ti ke marr këtë medikament, por paralelisht me atë ti bën shumë aktivitet fizik, le të themi 5 orë në ditë, dhe mund të rish ndoshta me shumë pak ushqim. Kjo e kalon organizmin në një stres të jashtëzakonshëm, duke i dhënë një mbingarkesë organizmit. Natyrisht organizmi ynë ka një memorie dhe kjo memorie është e përditshme. Pra, ajo çfarë ti ke memorizuar për një kohë të caktuar, një kohë të gjatë të caktuar, pra ti ke konsumuar të njëjtin ushqim, brenda ke ngrënë 5 vakte ndoshta, ke qenë në natyrë inaktiv, dhe ti lëshohesh që të bësh diçka brenda një kohe shumë të shkurtër, por në një intensitet shumë të fuqishëm, patjetër që është një stres i jashtëzakonshëm për organizmin dhe për organet e veçanta, zemra mbingarkohet, veshkat po ashtu, mëlçia po ashtu, janë të gjitha ato organet të cilat marrin një kolpo shumë të fuqishme dhe natyrisht dëmtohen. Më shumë se sa problem fizik, a mund të kthehet në një problem psikologjik? Personat të cilët janë mbi peshë dhe obez, natyrisht kanë probleme shumë psikologjike. Ne e dim tashmë që bullizmi është një ndër, le të themi, gjërat të cilat i shqetëson shumë të persona, duke ja vënë në dukje her pas here njerëzit mbi peshën, obezitetin. Dhe janë njerëz të cilët ndoshta mbyllen shumë në vetvete ose përpiqen që të mos konsumojnë ushqime në prezencë të miqve, sepse gjithmonë janë ata njerëzit që tregojnë me gishtë që konsumojnë shumë ose bëjnë gabime ose nuk kanë qenë të kujdesshëm për veten. Por në fakt mbi pesha nuk duhet të penalizojnë shumë çdo vend. Jo çdo kush është fajtor për mbi peshën e tij. Kuptohet sot ne jetojmë në një botë shumë të vështirë, në një botë shumë të egur, ku përdorimi i hormoneve të shumta tek mishërat patjetër që ndikon në mbi peshën e çdo personi. Po kështu edhe tek perimet dhe tek frutat. Këto hormone kanë ndikuar shumë në shtimin e peshës. Le të themi që ndoshta puna me orë shumë të gjata, sepse dikur orët ishin të përcaktuara 6 deri në 8 orë në ditë dhe pjesa tjetër ishte për familjen, ishte për të defryer, pse jo për të marrë me sport. Ndërsa sot pjesa më e madhe e njerëzve punojnë para kompjuterit, janë të ulur ndenjur në një jetë sedentare, ndoshta mos përballje vështirësitë ekonomike, një shtëpi me qira, i duhet të bëjë ndoshta të përballojë 2 punë ose 3 punë. Të gjitha këto çojnë le të themi në një mbingarkesë mendore, psiqike, dhe natyrisht personi askush nuk do donte që të kishte jo 20 apo 30 kg. Pas 5 kg më tepër nuk do të ishte shumë dashamirës një person që të kishte. Çdo kush do donte të kishte trupin e një personazhi Naomi Campbell, le të themi, por jo çdo kush e ka fatin, sepse është çështje metabolizmi, është çështje moshe, është çështje se sa i përkushtuar je për të pasur një trup të shëndetshëm, natyrisht janë edhe faktorë të tjerë që mund të jenë faktorë patologjik. Sëmundjet kryesisht
si insulinorezistenca, vizoria policistike, tiroidi Hashimoto, janë problematika të cilat sjellin mbipeshë në organizëm. Unë në fakt doja të dija, ka njerëz që kanë rrezikuar jetën për dëshira për t'u dobësuar shpejt. Dhe çfarë mesazhi do t'ju jepje këtyre njerëzve që mendojnë ta provojnë dhe pa mjek? Po, kam pasur, kam njohur persona të cilët kanë bërë ndërhyrje ndoshta në stomakut dhe faktikisht nuk jetojnë më. Kam njohur persona të cilët kanë bërë gjëra të çuditshme, ndoshta duke konsumuar, le të themi, pije energjike edhe 12-13 copë në ditë, duke konsumuar dhe 10 kafe në ditë, që përsëri nuk jetojnë më. Pra, gjatë gjithë kësaj periudhe 28 vjeçare, le të themi, në fushën e dobësimit, natyrisht kam njohur persona të cilët kanë bërë gjëra ekstreme, krejtësisht e pashëndetshme për jetën e tyre dhe fatkeqësisht betejën e kanë humbur. Një mesazh për të gjithë këto persona. Për të gjithë personat që janë mbipeshë dhe obez, fillimisht duhet të pajtohen me atë se çfarë ka kaluar. E rëndësishme është që në një moment ndërgjegjësim ndoshta për parandalimin e problematikave shëndetësore ose në mos parandalimin, menaxhimin e problemeve që ka sjellë mbipesha dhe obeziteti dhe asnjëherë nuk është vonë. Fillohet me hape të vegjël për të përfunduar dhe për të kthyer në një jetë normale. Unë mendoj që çdo kush e ka mundësinë për të humbur peshë në mënyrë të shëndetshme. Vetëm mjafton që të këshilloheni me një profesionist, sepse natyrisht sot jetojmë në një botë shumë të egër. Unë sot më kanë dalë nuk e di se sa persona në TikTok, të cilët këshillonin dobësimin. Ishin persona të cilët ndoshta e kishin pasur eksperiencë personale, as pak të shëndetshme, por që japin këshilla, bëjnë viral dhe natyrisht dikush përpiqet të marrë këshilla. Është shumë e rëndësishme çdo person të njohë veten e tij. Që do të thotë, çdo person është unik dhe patologjit janë, e rëndësishme është të kurosh ose të gjesh shkakun e mbipeshës. Pse? Pse personi ka shtuar mbipeshë, është mbipeshë, ka shtuar peshpra, cila është arsyeja dhe sa ne jemi të fuqishëm ta rregullojmë dhe ta përmirësojmë këtë problematikë që e ka çuar në këtë peshë. Nëse ne gjejmë shkaktarin, ne fitojmë luftën me mbipeshën. Nëse nuk e gjejmë shkaktarin, ne do të humbasim peshë, do të rikthehemi përsëri në peshën që kishim dhe kjo luftë do jetë e përhershme derisa në një moment do vi që çdo kush do lodhet dhe do thotë që unë kështu jam bërë, nuk kam më fuqi dhe do lëshohet dhe faktikisht do marrin shumë peshë. Kështu që çdo kush mund të rikthehet në peshën që do me hapa të vegjël fillimisht, por hapa të jenë të shëndetshëm. Anila, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, shpresoj që herën tjetër të jesh në studio. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.